Punimet për vendosje në ujësillësit të ri të Vlorës po penalizojnë qytetarët, por edhe njësitë e bizneseve. Kjo pasi në shumë rrugë të qytetit hapen kanale mes për mes tyre, vendosen tubacionet me ujë dhe siç tregojnë edhe vetë qytetarët e Vlorës, rrugët lihen prej muajsh pa u rehabilituar. Një prej segmenteve rrugore që është sot në gjendjen më të keqe të mundshme është rruga Lefter Çipa. Banorët e zonës dhe ata që e frekuentojnë këtë rrugë thonë se linjat e ujit të pishëm janë vendosur muaj më parë, por asgjë nuk është bërë për rehabilitimin e segmentit deri më sot. Sipas qytetarëve, gjendja në të cilën është lënë ky segment rrugor, krahas penalizimit të qarkullimit rrugor, si dhe dëmtimit të automjeteve, pengon po ashtu edhe lëvizjen e lirshme të tyre. Qytetarët tregojnë edhe rastet kur për shkak të gropave, madje kanë patur edhe incidente, duke u rrëzuar për toke, duke u dëmtuar. Sa vështirë, nga do që vesh, plorat, gjëra, këto në pislëqet na bëjnë këto. Po qarjet e rrugë, sjellin problem? Sjellin shumë, sidomos këte në për këto lagjet këteja, janë shumë që sjellin probleme. Unë këtu frekuentoj këtu, sepse këtu të Çipajt e ri me shtëpi, edhe këtu dalë në Lugomarja, edhe ndeja vinë era ato drejt për qatë bësh na e keqja. Këtë vështirë kur kalon mes rrugëve me gropa të shumta të lëna hapur? Po si jo vështirë, por vështirë e kanë gjithë me gropa dhe. Ja, hikur bën tortuar na bën kapucët pise bën. Vështirë djale vështirë në djehanë, sa më shpejt aq më mirë. Ora se taksat i marrin, pse mos rehabilitojnë? Taksat i marrin e vjelin, po i shkreti populli thuaj që i thonë një fjale popull. Këtë dhe lagja jo nuk ka pasur probleme të tilla. Këto kanale me kalimin e kohës do sistemohen, mendoj unë. Po kështu i kanë lërë, nuk e di si të vazhdojnë, do i mbyllin, do i edhe në i beton sipëra. Por ju me si banori kësaj lagje është e vështirë? Urdo? Ju pengojnë një si qytetarë? Kur kalon për shumë në një ranë e rrugës, gropat pengojnë? Na si për moshatarët kanë që probleme. Unë për vete nuk e di për vete time rrezikje të tilla, po ka problem, duhet patur kujdes, sidomos ku ka shira e gjëra kështu, se majnë ura pelgace, ka probleme të vogla. Duhen mbyllur, Duhen mbyllur, duhet sheshuar. Duhen mbyllur. Po vështirësirë vetëm pastrimi i kanalit të zime të bëhet. Tjenë më të kujdesshëm, gropat janë për instalime e ujit. Po kur kryen punimet ato gropa Dhe ato tani do i bën pastrimin para pak dhe do jedhin atë asfaltin. Kaq. Sa muaj kanë kështu që janë hapur? Sa muaj kanë të lëra? S'kan asnjë muaj s'kan. Asnjë muaj. Kjo filluan këtë në Matan, tani do fillojnë edhe këtu, po edhe nga këshira sile. E di teknika. Unë dim sa. Po të mos ishin mbyllur, po e din ata. Ata e din se do gjeshet toka. Po su gjesh toka, bën dridhje prap. Asfalti prishet. Mos na pyet se jemi rrëzuar 100 herë, se edhe s'po i mbarojnë. Nuk e di. Po kanë tërdimi. E kam problem, po si se kam. Çfarë bëj? Je vrarë je? Unë jo, po burri është rrëzuar. Duhen të rehabilitohen? Po duen, po s'po i bëjnë. Se çfarë bëjnë gjithë ditën, kështu edhe me ata jam zënë 100 herë. Çfarë bëni se njëherë na i lçojnë atë rrugën, atë njëherë na i zënë. Plus edhe plur, val, besoj sjellin e këtë problem. Ne jemi në një vend atje që nuk e dim se çfarë të bëhet. Po duhet, po si kanë mbaruar. Kur të radha do i mbarojnë një herë po ato, pastaj fillojnë radha edhe ata vetë se din. Do bëhet së shpejti. I shtruan tubot, i bën gati. Problemi me këto pastrimet në shumë pis. Baltësh, plur, kalojnë. E keni të vështirë kur kaloni, duhet i shmangni, duhet... Po kemi, se kemi. Edhe mosha. Tani pengohemi. Ndërkohë dhe në kohët me reshje shiu ato bëhen të pagut. Bëhen të pagut duke. Mbyten me ujë po sa. Mbyten s'kalon dot. Rruga Lefter Çipa është një prej segmenteve më të rëndësishme rrugore, pasi përgjatë saj ndodhen disa prej institucioneve, si Universiteti i Vlorës apo Pallati i Kulturës.
ndërkohë që për gjatë segmentit ndodhen po ashtu edhe biznese të shumta, të cilat pikërisht për shkak të gjendjes në të cilën është kjo rrugë sot, po penalizohen duke humbur çdo ditë më shumë klientët e tyre.